Jam në qendër të Galerisë Vittorio Emanueli II në Milano, ngjitur ajo që lidh Piazza Duomon me Teatrin e Scalës. Shiheni në çik një galeri e jashtëzakonshme me kupol xhami në formën e një kryqi me aksin kryesor në këtë drejtim dhe me dy akset anësore në këto drejtimet e tjera, pra dy drejtimet e tjera. Gjëja më interesante është se ajo është e përbërë nga mozaik të jashtëzakonshëm në tokë dhe me fasada mjaft interesante. Galeria është projektuar nga një arkitekt italian i famshëm i quajtur Giuseppe Mengoni, filloi të punojë në vitin 1865, përfundoi fillimisht në 1867 dhe përfundimisht në 1877, rreth 150 vjet nga sot. Punimet e saj u inauguruan nga Vittorio Emanueli II, i cili dha dhe emrin mbreti i Italisë. Por arkitekti që projektoi këtë mrekulli nuk arriti ta shihte. Duke ndjekur punimet, ai ra nga skela dhe humbi jetën 2 vjet përpara se galeria të merrte formë. Pra Giuseppe Mengoni nuk arriti ta shohë galerinë, është vetëm një pllak sot që kujton po e quaj sakrificën e tij. Kjo është galeria, tash edhe pjesa e poshtme është shumë e bukur dhe sot Galeria Vittorio Emanueli bashkë me Duomon janë dy nga veprat më të rëndësishme të Milanës.